Në bursat të Turqisë po organizohen shumë aktivitete për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Mysafirët po i argëtojnë këngëtari i mirënjohur Berat Demiri nga Gjilani. Në këtë mbrëmje do të marrin pjesë edhe personalitete nga jeta publike dhe kulturore nga Kosova dhe Turqia. Jam Berat Demiri, gjindemi në bursa, në qytetin e bursës të Turqisë. Arsyeja e ardhjes këtu është sonte është koncerti i përvjetorit të pavarësisë së Republikës Kosovës, i cili organizohet nga komuniteti shqiptar këtu në këtë vend. Besoj që do të kalojmë bukur sonte, si zakonisht, që na presin me ngrohtësi dhe emocion komuniteti shqiptar që gjenden në këtë qytet. Nuk është hera e parë që vi në këtë qytet, në këtë pjesë. Kam qenë edhe herave të kaluara dhe mikpritja dhe ngrohtësia që na kanë bë përshtypje marrë prapë në këtë vend. Me ftesën e kryetarit të komunitetit shqiptar Xhep Gündüz, të cilin e përshëndesim, shpresoj që do të kalojmë çaste të bukura sonte. Faleminderit.